Nuk të mbush mendja. Ti po më bën intervistë mua, apo po bën intervistë vetes tënde, se s'po më lë të flas. Thjesht për këtë gjë. Unë nuk hedh asgjë poshtë, ta thash dhe për Gjon Muzakan. Nuk kemi Nuk e hedh poshtë. Nuk kemi luksin ta hedhim poshtë. Nuk e hedh poshtë. Që nuk është në tërsi si puna e Gjon Muzakës, është e njëjta gjë, është një gjë rrëfimtare. Tani kam një pyetje për Medi Frashërin. E pra, me këtë e nisa unë dhe... Po mirë pa, kthejmë prapë, do të ju në emisionin. Bërë një parantezë që nuk e kuptoj asnjëri, po s'ka gjë, e kuptuam në... Jo, se kuptove ti, po ti pyes po ta mund ta kuptoj. Unë e di shumë mirë se ku e ke merakun. Vim te Medi Frashi. Bile ka njerëz edhe që e ngatërrojnë Medi Frashin, Mitat Frashëri. Po, është ngatruar për 100 vjetorin e pavarësisë. Në studimet e mia, e them në mënyrë modeste, në 33 kryeministra dhe qeveri ka më shumë se sa, unë po them që qeveria e Medit Frashit është pa diskutimi nga më të mira që ka pas shteti shqiptar. Më modernja e tjera për ato arsye që ata që mund të kenë njohuri, sado pak njohuri, e kuptojmë pse e them. Tani, e para një cila ishte lidhja me Diut me vëllezërit. Këtë lidhjen e me Diut asnjëherë as kërkush nuk e ka nxjerr. Ishte një kohë kur ata e mbanin vetëm për kushërinë. Po se kishin dhe një lloj afiniteti me njëri tjetrin intelektual, Juhaj, Muhabeti, Mitati dhe Mediut. Se për intelektualizëm. Disa që i shkruajnë, se ka disa letra të këtyre patriotëve, Mihal Grameno, Sotir Kolea, mos gaboj, thonë, unë gjijot, i thonë Mitatit për Mediun, apo s'është kështu, ke një lidhje kushëririe e tjerë, pra ka një pikpyetje që atëherë, e cila nuk është sqaruar asnjëherë. Tani, vetë degëzimi i Medibeut, që quhet Velibellarët, mbi emri tyre janë Velibellarët ose Velibellint. Velibellin, po. Siç emri i degëzimit të vëllezërve Frashëri është Dumellarët. Po, kjo dihet kjo. Ka një, e dihet kjo. Ose Dulellarët. Dumellar, po. Dhe nuk kuptoi njëherë ky degëzimi me Diut nga vinte, sepse me Diut thot discendenca nga bejlerët e vjetër të Frashërit etj. Po mirë, po siç u shtek, vetë nuk ka lënë asnjë gjë të shkruar. Kujtimet fillojnë vonë, pra pjesën e parë të kujtimeve ne nuk e dim. Nuk është. Është fatkeqësi e madhe ajo. Është zhdukur. Dhe me gërmimet që unë bëra, u lumturova pa fund kur arrita që t'ja jepja ascendencën, pra vjen gjithse Medibeut. Medibeut i përket është stërstërni, po e them kështu, i Osman Pash Frashërit, që ka jetuar në shekullin e 18 dhe që ka qenë personazh shumë interesant, që unë flas diçka tek libri, se tek libri është zbërthimi. Po. Dhe gjithashtu, Osman Pash Frashëri ka qenë dhe vlla i Mustafa Pash Frashërit, një personazh jashtëzakonisht i rëndësishëm. Dhe lidhja? Nga Mustafa Pash Frashëri rrjedhin bejlerët Vilak, që sot e kanë braktisur shekullin e 19 e braktisën mbi emrin Frashëri se nuk donin të asimiloheshin me vëllezërit Frashëri, se ka dhe kështu e kundërta. Do të bësh si vëllezërit Frashëri me mbiemër, po pastaj ka dhe që s'do të njësohesh me ta për arsye politike dhe mbajnë mbiemrin Vila, po në fakt ata janë Frashërlin shumë të vjetër dhe dega kryesore. Nga dega Osman Pashës tani, rrjedhin dy familje shumë të rëndësishme, Sulejman Bellind, që është për shembull aktori Naim Frashëri, mes të tjerave, studiusi Tanush Frashëri, Meleq Frashëri i vrar, këta janë Sulejman Bellind. 23-shin. Po, këta janë Sulejman Bellind. Ndërsa nga dega tjetër e Osman Pashës rrjedhin Velibellarët. Kështu që dhe e kam ja bëra, domethënë e gjeta zgjidhjen. Tani vim tek, pra, janë tamam bejlerët e vjetër dhe të vërtet të Frashërit, siç thoshte Konica, për t'i ndarë nga vëllezërit Frashëri, për të cilin ata nuk ishin as bejlerë dhe as Frashërlin vërtet. Po kjo është një tjetër histori, ka futur kot, është gabuar, po ajo pena në acid që ndes flakra. Edhe sot e kësaj dite kur ka njerëz që thonë, ai nuk është i vërtet, se ai kështu, duhet ta mbajnë një çik atë frenin, siç e the ti, sepse bien vetëri, ta mora me që e bëre debatit. Sepse dhe ata që dëgjojnë, sidomos ata që dëgjojnë këto lloj debate shterp, se është më mirë të lexosh libra dhe të thellohesh, duhet bëjnë kujdes nga çfarë njerëzit thonë lart e poshtë, se nganjëherë janë gjëra pa lidhje. Sigurisht. Vëllezërit Frashëri për mua, dhe un jam në këtu kontrapedale ta themi kështu me të gjithë studiusit e mëparshëm. Për mua vëllezërit Frashëri rrjedhin absolutisht nga ai Ajazbeu i famshëm, që thot Mitati, po Ajazbeu e vendos Mitatin 100 vjet para se Ajazbeu të ketë jetuar. Ajazbeu shumë i mëvonshëm, nga dalin të gjitha këto degëzime.
S'jam dakord fare me ty që edh poshtë mitatin, po nuk po hedh poshtë mitat. Ti prandaj po ngul këmbën në një gjë që të dëgjohet dhe të bëhet që Tomi Frashëri po hedh poshtë mitat Frashën. E bën gabim këtë gjë, është pa drejt. Duhet jesh i drejtë. Për atë po e bën. Tani, duhet jesh i drejtë. Unë vetëm poshtë që nuk e kam hedhur. Jam marr unë me atë tezë gjëre gjatë lart e poshtë dhe i hiq kapelen që e ka dhënë, sepse paktën të orienton. Si Gjon Muzaka. Do jetë poshtë unë Gjon Muzakën dhe mitat Frashën. Jemi në vete. Pranove në nga svima, por tani mos u bëj kështu se këtu në intervistë nuk kemi. Pesho në opinion se çfarë se ti do t'i presësh to tani në YouTube, do t'i nxjerrësh copa. Filloj tani. Filloj tani. Jo, shiko, unë nuk jam Toni, nuk jam politika. Se jemi në fund. Për ta mbyllur. Po. Për mua dhe e shpjegoj se si vëllezrit Frashëri, paraardhësi më i njohur të cilit e ka në gjenealogjinë e tyre në Stamboll, ti se përmend fare po s'ka gjë, është Beqiri, që është praktikisht Beqir Fezullah, Halit Abdyl Sami etj. Po? Beqiri që ka jetuar në shekullin e 18 dhe që me siguri është një nga fëmijët e shumtë të Ajazbeut, sepse unë me dokumente, me sa kam pas mundësi të nxjerr, me thënë dokumentet nga Stambolli, nga arkivi i Stambollit, më del baba i një numër të konsiderueshëm fëmijësh. Deri vonë dinim që Ajazbeu i vrarë në 1731 nga Osman Topal Pasha, kishte vetëm një djalë Boden, siç e thot kodiku i Voskopojus, që dhe ai u vra. Po në fakt ai ka pas dhe djemë të tjerë që janë të gjithë që thash. Kështu që lidhja që kanë një paraardhës të përbashkët më të afërt diku ke Ajazbeu dhe ishin kushërinj të 7 të 8 etj, por kjo s'ka ndonjë rëndësi. Rëndësi ka që ata ishin më shumë se sa kushërinj, sepse ajo që i bashkonte nuk ishte patjetër ADN-ja, në plan të parë, ishte edhe ajo, por ishte mbi të gjitha që ishin frashëri, sepse familjet e mëdha këtë kanë një gjë shumë të veçantë kudo në botë, është që kanë të kujtesën gjenealogjike dhe e dinë që njëri që është kushëri 17 është i tillë dhe ai. Tani për ta mbyllur fare se ka goxha gjëra, eshtrat e Sami Frashit do vinë një ditë, se të Abdylit edhe të Naimit erdhën. Të Naimit